Mbjetesa e më miqësorëve, që bashkoi fatet e dy specieve tona. Dhe ato udhtim, ka qenë ndryshuar si në trup, ashtu edhe në temperament. Kafkat, zëmbët dhe putrat e tyre u t'kurën, veshët e tyre randë. Ata u shndruan në qenë. Dhe më e rëndësishme është se qenë fituan aftësinë për të ngritur vetullat e tyre. Diçka që ujtrit mund të bëjnë, dhe jo sepse kanë një ndjenjë ironie, por për shkak se sytë e lezetshëm të qenit janë vërtetuar shkencërisht se prekin pelat e zemrës sonë njerëzore. Kjo lëvizje e vetullave shkakton një lloj reagimi për kujdesjeje, sepse i ngjan një lëvizje që njerëzit bëjnë kur janë të trishtuar. Pra, nëse ke 100 qenë para teje dhe duhet të ushqesh shpejt, njëri prej tyre me siguri do të shkoni drejt atij që duket paksa i trishtuar. Në fakt, kur dy speciet tona shikojnë në sytë e njëri tjetrit, pamja e dashurisë është kaq dese, sa si njerëzit, ashtu edhe qenë, lëshojnë të njëjtën lëndë kimike, oksitocinën,